Ka disa njerëz, apo jo, që jeta I kalon nëpër një zjarr, dhe disi arrin të dalin nga ana tjetër jo të djegur, por të faktuar. E po, Viktor Frankl ishte pikërisht një prej tyre. Imagjinoni pak, nga ferri kampeve naziste, ai arriti të nxirrte një nga idetë më të fuqishme, më shpresdhënëse të shekullit kaluar. Kështu që sot do të zbulojmë bashkë historinë dhe filozofinë e tij të jashtëzakonshme. Dhe pikërisht këtu, kjo fjali, kjo është në thelb gjithçka, është zbulimi I tij më I madh. Ideja është kjo, mund të na I marrin gjithçka, absolutisht gjithçka nga jashtë, por ka diçka brenda nesh që askush nuk mund ta prek. Dhe çfarë është ajo? Liria jon për të zgjedhur si do të reagojmë. Okej, por le të kthehemi pak pas në kohë. Para gjithë këtij tmerri, kush ishte Viktor Frankl? E po, në vitin 1942, ai ishte 37 vjeç, një neurolog dhe psikiatër me emër në Vjenë. Ishte I sapo martuar, karriera po ecste për mrekulli, duke se ardhmja ishte ndritur. Dhe pikërisht atë vit, ai u gjend përballë një zgjedhjeje. Një zgjedhjeje që I ndryshoi jetën përgjithmonë. Kishte një vizë amerikane në xhep, një bilet për të shpëtuar. Por çfarë bëri ai? Ai vendosi të qëndronte. Pse? Për prindrit e tij të moshuar. Dhe ky vendim, ky akt dashurie, në thelb I vulosi fatin, e çoi drejt kampeve. Ajo që ndodhi më pas, është vërtet e paimagjinueshme. Por Frankl nuk ishte thjesht një I burgosur. Ai ishte edhe psikiatër, dhe në një mënyrë të tmerrshme, makabre, kampet u shndruan në laboratorin e tij, një vend ku ai mund të vëzhgonte shpirtin njerëzor në kushtet më ekstreme që mund të ekzistojnë. Për 3 vjet që duhet të jenë dukur si një përjetësi, ai u përqa nga makineria naziste e vdekjes. Udhimi I tij ishte një kalvar I vërtet, fillimisht në geton e Theresienstadtit, ku I vdiqi ati. Më pas në Auschwitz, vetë zemra e ferrit, dhe prej andej në kampet e tjera të Dachau, derisa më në fund erdhi çlirimi në prill të 45-s. Dhe aty, në Auschwitz, ai pushoi së qeni Viktor Frankl, doktori, bashkëshorti. Aty ai mori një identitet të ri, numrin 119.104. Imagjinoni pak, emri, profesioni, rrobat, gjithçka që të bën ti të hiqet, ai ishte thjesht një numër. Dhe ky nuk ishte një rastësi, sigurisht. Ishte një proces I mirëmenduar, një strategji njerëzore. Tu hiqje emrin, tu qethja flokët, tu merrje rrobat, ishte një mënyrë për t'i zhveshur nga identiteti, për t'i kthyer në asgjë. Por, dhe kjo është pjesa interesante, Frankli vuri re diçka. Disa njerëz, edhe në ato kushte, arrinin ta ruanin atë bërthamën e tyre të brendshme. Me syrin e tij klinik, ai filloi të analizonte se çfarë po ndodhte psikologjikisht me të burgosurit, dhe identifikoi 3 faza kryesore. E para, shoku fillestar, thjesht nuk e beson dot se po ndodh. Faza e dytë, apatia, një lloj mpyrje emocionale, si një mburoj për të mos u çmendur nga tmerri. Dhe pastaj, vuri re një grup të veçantë, një grup të vogël. Ai I quajti elita e brendshme, jo se ishin më të mirë, por sepse kishin një forcë shpirtërore të jashtëzakonshme dhe arrinin të mos shpërbëheshin. Këtu arrim në zbulimin e tij kyç. Çfarë e bënte diferencën? Pse disa rezistonin psikologjikisht dhe të tjerë jo? Ai kuptoi se nuk kishte të bënte me forcën fizike, absolutisht jo. Kishte të bënte me diçka tjetër. Kishte të bënte me të pasurin një pse, një arsye për të jetuar. Ata që kishin një kuptim, një qëllim për të cilin të kapeshin, ndoshta shpresa për të parë sërish dikë që donin, apo një libër për të shkruar, ata ishin ata që kishin më shumë gjasa të mbjetonin. Dhe pastaj erdhi çlirimi. Por çfarë ndodh kur ferri mbaron? Nga hiri I gjithë asaj traume, ndodhi diçka e pabesueshme, një shpërthim krijues. Pikërisht këtu, filozofia e tij fillon të marrë formë. Pra, në 45-ën, ai kthehet në Vjenë, më në fund I lirë, por I vetëm. Lajmet që e prisnin ishin thjesht shkatruese. Prindrit, vëllai, gruaja e tij Tilly, të gjithë kishin vdekur, përveç motrës së tij, ai ishte I mbjetuari I vetëm I familjes. Tani, mendo pak. Je në mes të kësaj dhimbje totale, kësaj humbje absolute. Çfarë bën? Ajo që bëri Frankl sfidon çdo logjik. Ndodhi një shpërthim krijues I papritur, I furishëm, dhe gjithçka lidhet me një numër, numrin 9. Po, saktësisht. Në vetëm 9 ditë,
Ai diktoi të gjithë librin Njeriu në kërkim të kuptimit. Titulli origjinal ishte edhe më i fuqishëm. Megjithatë, thuaj po jetës. Ky libër nuk ishte thjesht një rrëfim i tmerreve, ishte shumë më tepër. Ishte një analizë, një dëshmi e fuqisë së pabesueshme të shpirtit njerëzor. Pra, është e rëndësishme ta kuptojmë këtë. Kampet nuk ja krijuan filozofinë Franklit. Ai kishte ide të tjera më parë. Por Kampet ja konfirmuan ato, në mënyrën më të ashpër dhe brutale të mundshme. Le t'i hedhim një sy shtyllave kryesore të kësaj filozofie. Okej, pra logoterapia. Çfarë drejqin është kjo? Fjala logos vjen nga greqishtja e vjetër dhe do të thotë kuptim. Thelbi i logoterapisë është ky. Forca më e madhe që na shtyn përpara në jetë nuk është asgjë tjetër veç se kërkimi ynë për kuptim. Në atë kohë, kjo ishte një ide vërtet revolucionare. Pse? Sepse gjigantët e psikologjisë kishin ide të tjera. Freudi fliste për vullnetin për kënaqësi, kërkojmë atë që na bën të ndihemi mirë. Adler fliste për vullnetin për pushtet, dhe vjen Frank Lezot, jo, gabim. Forca më themelore që na lëviz është vullneti për kuptim. Në fund të ditës, ajo që na duhet më shumë se gjithçka tjetër është një arsye e fortë për të ngritur nga shtrati në mëngjes. Mirë, por si e gjejmë këtë kuptimin? Frankl thotë se ka 3 rrugë kryesore. E para, duke krijuar diçka, duke bërë një punë me vlerë. E dyta, duke përjetuar diçka të bukur, ose duke dashur dikë me gjithë zemër. Dhe e treta, ndoshta më e rëndësishmja, përmes qëndrimit që zgjedhim të mbajmë përballë një vuajtjeje që nuk e ndryshojmë dot. Kjo është gjeniale. Kuptimi nuk është si një thesar i fshehur që duhet ta gjesh. Është diçka që ti e krijon vetë, me punën tënde, me dashurinë tënde dhe me kurajën tënde. Dakord, por mund të pyesësh, pse po flasim për këtë sot? Pse kjo filozofi e lindur nga errësira e shekullit të 20 është kaq e rëndësishme për ne tani? E po, përgjigja është se ndoshta është më e rëndësishme se kur më parë. Frankl ishte si një profet. Ai foli për diçka që e quajti vakum ekzistencial. Çfarë është kjo? Është ajo ndjenja e boshllëkut, e pakuptimësisë, sikur diçka mungon. Ai e pa këtë si nevrozën, si sëmundjen kryesore të kohëve moderne. Dhe a nuk është kjo një ndjenjë që shumë prej nesh e njohim mirë sot? Dhe kjo nuk është thjesht një ndjesi apo një ide filozofike. Shifrat e mbështesin. Hidhini një sy këtyre të dhënave nga Gallup për vitin 2023. Një shifër thjesht marramendëse, 77% e punonjësve në gjithë botën nuk ndihen të angazhuar, nuk gjejnë kuptim në punën e tyre. 77%. Ky është vakumi ekzistencial i përkthyer në numra. Dikimi i tij sot është i jashtëzakonshëm. Gjurmët e ideve të Franklinit i gjejmë kudo. Në psikologjinë pozitive, tek autorë si Martin Seligman. Në botën e biznesit, tek ide si leadershipi i bazuar në qëllim që e ka popularizuar Simon Sinek. Idetë e tij kanë formësuar mënyrën se si mendojmë për lumturinë, punën dhe vetjetën. Por duhet të jemi të qartë për diçka. Frankl nuk po na shet optimizëm të lirë, të tipit çdo gjë do bëhet mirë. Ai nuk e mohon vuajtjen, përkundrazi, ai e ka parë me sytë e tij në formën më të egër. Mesazhi i tij është shumë më i thellë dhe më i fuqishëm. Jeta ka gjithmonë një kuptim potencial, pavarësisht rrethanave. Vlera e jetës nuk varet nga ajo që na ndodh, por nga si i përgjigjemi asaj që na ndodh. Në fund të fundit, historia e Franklin na lë me një pyetje. Një pyetje jo për atë, por për ne. Jo për të kaluarën, por për këtu dhe tani. Duke ditur që e kemi gjithmonë atë lirinë e fundit, lirinë për të zgjedhur qëndrimin ton, pyetja e madhe mbetet. Çfarë kuptimi do të zgjedhim të krijojmë ne sot?